Krerët më të lartë të vendit ishin gjatë së dielës në Shkodër, ndërsa kryeministri Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta prezantonin kandidatin e së majtës për Bashkinë e Shkodrës Keti Bashdari. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka nderuar me titullin e lartë Nën Tereza, drejtuesin e misionit të vëllezërve të Nën Terezës në komunën e Bushatit. Atë Sebastian Vazhakala është nderuar për kontributin e dhënë në ndihmë të fëmijëve në nevojë. Ceremonia dorëzimit të titullit u zhvillua në kishën e vëllezërve të Nën Terezës me prezencën e autoriteteve fetare civile. Ka ecur besnikërisht e pa asnjë fije hezitimi apo shmangje në gjurmët e saj, të domosdoshëm mirënjohje dhe vlerësimi, duke nderuar në mënyrë të super merituar atë Sebastianin me dekoratën tonë të shenjtë Nën Tereza. Fjalët e gjetura për falendrim janë të varfra përpara punës suaj, por mund të them me krenari se ju përmbushni misionin e vërtet ashtu siç thoshte Nën Tereza. Presidenti Nishani vizitoi edhe qendrën Betel, që do të thotë shtëpi e Zotit, e ndërtuar që prej vitit 2006 nga misionarët e bamirësisë, vëllezërit kontemplativ, me qëllim strehimin e personave të vetmuar dhe ata me aftësi të kufizuara.